23 nëntor, kur Perëndia betohet me veten e tij. Duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh mbi të cilin të betohej, u betua mbi veten e tij duke thënë: vërtet duke bekuar do të bekoj, dhe duke shumuar do të shumoj. Hebrejve 6:13-14. Ekziston një person, vlera, nderi, dinjiteti, çmueshmëria, madhështia, bukuria dhe reputacioni të cilit është më i madh se gjitha vlerat e tjera së bashku, 10.000 herë më i madh, dhe ky person është vetë Perëndia. Prandaj, kur Perëndia betohet, ai betohet mbi veten e tij. Nëse mund të kishte pasur një person më të madh, ai do t'ishte betuar mbi atë person. Pse? Që të jap një inkurajim të madh në shpresën tënde. Duke u betuar mbi veten e tij, Perëndia thotë se është aq e pamundur që ai të shkel fjalën e tij të premtimit për të na bekuar, sa edhe që ai të përbuzë ndonjëherë veten. Perëndia është vlera më e madhe në gjithësi. Nuk ka asgjë më të çmuar ose më të mrekullueshme se Perëndia. Prandaj, Perëndia betohet mbi Perëndin. Kur e bën këtë, ai po thotë: qëllimi im është që ti të kesh aq shumë siguri në mua sa është realisht e mundur. Sepse nëse do t'ishte e mundur të kishe më tepër siguri, thot Hebrejve 6:13, Perëndia do t'na e kishte dhënë. Duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh mbi të cilin të betohej, u betua mbi veten e tij. Ky është Perëndia ynë, Perëndia që bën betimin më të lartë të mundshëm, që të frymëzoj shpresën tënde më të palëkundshme në të. Prandaj, vrapote Perëndia për stre. Largohu nga të gjitha shpresat e cekta dhe zhgënjyese të botës dhe vendose shpresën tënde në Perëndin. Nuk ka asgjë dhe asnjë që të krahasohet me Perëndin, si streha dhe shkëmbi i shpresës.